Mirë, atëherë mirë ditë të gjithëve nga Kajzerau, kampi bazi Shqipërisë në Euro 2024 në Gjermani. Kemi në këtë komunikim të sot me gazetarët, futbollistin Mario Mitaj. Keni parasysh në konferenca do të jetë transmetohet live në kanalin e Federatës Shqiptare të Futbollit në YouTube. Ndërkohë sot kemi edhe gazetarë të pranishëm, një pjesë e tyre gjithashtu po na ndjekin përmes lidhjes online. Do ta nisim me pyetjen e parë. Përshëndetje Alban Xhihani, Televizioni Klan, transmetuesi ekskluziv i kampionatit evropian për Shqipërinë. Pikës pari para se të dal tek pyetjet, një kompliment sepse me ndeshjen e kundër Italisë, Mario Mitaj u bë dhe lojtari në moshë më të re që debuton për Shqipërinë në finalet e një kampionati evropian. Pra duke kaluar hysajn 22 vjeç e 130 ditë, ju jeni ende s'keni bërë 21, kështu që do ta hapja me këtë kompliment. Pyetja parë. Mendoj që shqiptarët janë në kërkim të një heroi. Pavarësisht se ndoshta forca e grupit është ajo që është shumë e rëndësishme, por përveç kësaj, kush mund të jetë një hero në ndeshjen kundër Kroacisë, sipas mendimit tuaj? Kush mund të jetë heroi? Përshëndetje, në rol por du faleminderit shumë edhe për komplimentin. Besoj se në përgjithësi gjithë me lojtarët mundohen të luftojnë, të luajnë sa më mirë për kombëtarin. Normalisht kemi do lojtarë që si Broja, domethënë që ka xhelësitë edhe si Hasani që ka një gjujtje super të mirë, po besoj se jena një skuadër, një shtet i vogël dhe duhet mundohemi të gjithë si lojtar të luajmë sa më mirë dhe të çojmë kombëtarin sa më lart, nuk ka se gjithë lojtarët janë për mendimin tim. Po besoj se një lojtar që mund të bëjnë shumë dëm mund të jetë Broja për mendimin tim. Përshëndetje, Ernest Koçi nga Report Televizion. Mario, ne në ndeshjen e parë e kishim kërkonim të merrnim një pikë, por nuk arritëm. Paktën tani është ndeshja me Kroacinë, kundërshtari i radhës, çfarë ndryshon nga Italia dhe a mendon se kemi shanset më të mëdha tani për pikë? Tash ne me thënë drejtën ka kaluar ndeshja për Italisë, e kena harru këtë mërzinë që kena pas, që na ka lënë kjo mërzia që smurë me atë pikën që i deshme. Ne të është po përgatitemi sa ma shumë, analizojmë kundërshtarin, ne do të futemi me të njëjtën personalitet si që futme dhe me Italinë, dhe shpresojmë që të jetë një lojë më e mirë dhe të marrim një pikë. Mario, përshëndetje, Glen Tafaj, Televizioni Klan. Ndesh me Italinë, pam 2-3 gabime në fillim të lojës nga nevojat personale dhe ne dimë cilësitë. Tani janë gabime që vinë nga ngarkesa që kishe emocionale si ndeshjen evropian dhe nuk janë gabime cilësore, pa që vinë nga kualiteti dhe nëse vinë nga ana emocionale më thuaj pak çfarë ndjesie kishe kur hyre në fushë me 60.000 tifozë ndër cilët 50.000 shqiptar, çfarë ndjesie dasin djalosh që ende i rinë mosh. Në thënë drejtën, unë gjithmonë kur futem në fushë nuk ka se kam emocione, gjithmonë kur futem shkeli, do me thënë në kamen, më ikin gjithë emocion, se mundom që i ta shijoj, sidomos kur luajmë gati 60.000 tifoza shqiptarë në stadium, është i ndjen një emocion shumë i bukur për mua. Nuk ka se kam pas në asnjë lloj emocioni, vetëm emocionet të mira, do me thënë, jo emocion që më stresoj ose në gjë kështu. Normalisht ndeshje gjithmonë dikush duhet t'i bën gabime, se gabimet do me thënë janë ata që e bajnë edhe rezultatin. Arlen Sadiku, Art Motion Kosovë. Përshëndetje Mitaj, desha të pyes në lidhje me përgatitjet për ndeshjen me Kroacinë dhe a e shihni si kundërshtarin direkt për vendin e tretë Kroacinë? Ne nuk i mbledhsojmë kundërshtarët, gjithë kundërshtarët për ne janë po thuaj se ky grupi siç e kanë thënë gjithë është group of death, kështu që gjithë kundërshtarët janë shumë të forta. Kroacia edhe mund të marrën edhe në vend parë kur si dihet, kështu që ne do të përgatitemi dhe të kenë analizuar kundërshtarin dhe do të futna në fushë, do të luftojmë sa më fort për të marrë një rezultat mirë. Kristi Zatlari, Panorama Sport.
Mitaj, po i kthejmë dhe pak ndeshjes me Italinë, sepse për Kroacinë u fol pak. Ai avantazh mund të menaxhojë më mirë dhe mund të themi pse yre pak me vonesë në lojë, sepse pjesën e dytë ishte shumë mirë, ndërkohë në të parën patë pak vështirësi, le të themi. Besoj se në pjesën e dytë më kanë furnizuar më shumë shokët e mi me pasime. Në pjesën e parë nuk ka se kam prek shumë topin. Kështu që jam lojtar që më pëlqen me majt topin në kam edhe me kriju raste me pasimet e mia. Besoj se ky është pak problemi që nuk e merrsha shumë topin. Kanë qarkulluar edhe shumë lajme rreth të ardhmes tuaj. Një prej ekipeve që ka dalë është edhe Lazio. Nuk e di, do të doje një të ardhme në Serie A për të bashkuar pjesës më të madhe të shokëve të ekipit. Me thonë drejtën, tash për tash nuk ka se kam menu edhe shumë ardhmen teme, tash është vetëm, kam menu vetëm në kombëtare dhe të këto dy ndeshje që na kanë met. Bëjmë një xhiro pyetjesh nga gazetarët që janë online, pastaj mund të themi, po do kemi. Atëherë Jurgen Zela. Ka mute më duket. Jurgen, më dëgjon? Okej, vazhdojmë me Drilon Xhepollarin. Mario, përshëndetje Fation. Fati nuk ka qenë shpeshherë me ne në ndeshjet mëdha, por me Italinë ishte me ne, shnuan një gol në pas 22-23 sekondash e jashtëzakonshme, edhe më pas një blackout total. Çfarë ndodhi? Goli zakonisht jep atë motivimin, karikimin për të bërë gjërat mëdha në fushë, por ne ishim nuk dinim ku ishim, fakt, nuk e di pse, çfarë ndodhi, nuk e prisnit, pse ishte kjo performancë deri 20 minuta që mësuam edhe 2 gola. Me të drejtën gjithë, besoj gjithë lojtarët edhe tifozët u habitme se goli u bën shumë shpejt dhe zdi pak u emocionume pak dhe u kthyme direkt sa e ba me golin në mbrojtje. Normalisht kur luajmë një kundërshtar si Italia, ata do të gjejnë hapësirën e do ta bëjnë golin, se nuk mund të mbrojmë gjatë gjithë lojës. Duke parë ndeshjen më pas, sigurisht Drilon. Mundësi të shnuar, megjithatë, çfarë mendon se duhet përmirësojmë për ndeshjen me Kroacinë? Duke ditur që është një tjetër kundërshtar shumë i fortë dhe çfarë ka thënë trajneri Silvinho pas asaj ndeshje me të kalqit. Trajneri nuk ka se na ka fol shumë, na ka thënë që kena bën i paraqitje të mirë. Ajo që duhet të përmirësojmë pak janë edhe godinë standardet që i punojmë shumë në servitje, po duhet edhe t'i përmirësojmë akoma edhe më shumë. Mantho Prokopi, Syri TV. Ju përshëndes të dyve. Mitaj, duhet të them përsëri tek ndeshja me Italinë dhe duhet të them konkretisht tek goli i parë që pësuam. Erdhi një krosim në zonë dhe ishte bastoni që tundi rrjetën me kokë. Në krahun tonë në fakt. Dua të di ku çaloi gjoja, ishte ti që duhet mbuloje bastonin në atë krosim, apo ishte Seferi që ndoshta nuk u gjente në kohën e duhur? Tash, mund t'jetë edhe pak vaj, po mund t'jetë edhe pak vaj Seferi, ku si ti, thjesht duhet gjithë si skuadër, as krosimi nuk duhet t'ishte bën, domethënë krosimi lojtar që të futet në zonë, po është një gjë që duhet ta përmirësojmë në servitje. Burhan Beluli, Spektri TV. Përshëndetje nga Vina Preshevës, ku ka shumë shikuesi po ndjekin situatën e kombëtarës shqiptare. Mario, në ndeshjen e parë në Dortmund kishte përkrahje rekorde prej shqiptarëve gjithandej që kishin ardhur. A pritni përkrahje të njëjtë nga shikuesit në ndeshjen në Hamburg? Besoj se po, nuk varet nga tifozët. Nëse do të vinë në stadium. Jurgen Zela, Supersport. Ju përshëndes të dyve, Mario, duke qenë se vim pas një humbje e cila në një farë mënyrë na zhgënjeu si ishe mundësitë e kualifikimit për skuadrën tonë kombëtare në dy ndeshjet që kanë mbetur. Kemi Kroacinë, e cila konsiderohet ndoshta edhe finalja, duke qenë se jemi të dyja me 0 pikë dhe më pas vjen Spanja që ka një stil shumë të vështirë loje. Si janë mundësitë në llogarit tua personale për të skuadrës, nëse keni diskutuar me njëri tjetrin?
Me të drejtën tash ne po përgatitemi dhe do e kena analizuar shumë mirë Kroacinë. Ajo që du me bë ne është thjesht të funa në fushë, ti shikojmë domethënë lojë për lojë. Tash për tash na intereson vetëm Kroacia. Inshallah mund të marrim rezultate më të mirë dhe pastaj shohim edhe çfarë do bëhet edhe me Spanjën. Okej, Glend Tafaj. Mario, gjatë kësaj periudhe, po them këto 2 ditë, kemi parë lumë kritikash, dhe në fakt të pyetje do adresoj edhe Silvinjës kur të jetë konferenca pra ndeshje. Lumë kritikash dhe për kritika po minimizoj pak si fjalë ndaj hysajt në rrjetet sociale. Vjen pak keq që në thonjza po sulmohet një futbollist që ka kaq kohë. Thonjza gjithmonë, nuk po të flasim sulm, por e shohim që është vend pak në zemër të Ciklonit pas ndeshjes. Me thënë drejtën e bukur nuk është edhe me kritiku një lojtar që kontribu aq shumë për kombëtarin. Hysa është i lojtar që ka bërë shumë neshje edhe me kombëtarin dhe i ka dhënë shpirtin e tij për kombëtarin, kështu që për mua nuk është një gjë e bukur, tash çdo person bën atë kritikën e vet. Mitaj, meqense pas nesër është Kroacia, keni diskutuar me trajnerin çfarë, edhe pse dje ka qenë një pothuajse pushim, çfarë ndryshon nga Italia si kundërshtar, kujt reparti i druani më shumë nga Kroacia, sa informacion keni rreth kësaj skuadre, sepse në ato përballje që kemi është skuadra e cilën ne s'e kemi hasur asnjëherë, nuk kemi asnjë lloj historiku. Pra të gjitha këto bashkë, çfarë keni ide, keni arritur të krijoni dhe duke filluar, ndoshta mund të keni filluar edhe dje, edhe sot, si a është e ndryshme përgatitja nga krahasuar me Italinë? E dim cilësitë që ka Kroacia, e dim se sa e forta si skuadër. Me thënë drejtën, sot është stërvitje që do të bëjmë gjithë pas, se dja kanë më shumë stërvitje rekuperimi, kështu që sot është që do të vëmë në punë, do t'i analizojmë më shumë taktikisht se si do t'jene, si do të futna ne në fushë, domethënë. Kështu që sot është dita që kena për të përgatit për Kroacinë. Kroacia gjitha repartet i ka të forta, edhe mbrojtjen, edhe çfarë them, besoj se mbrojtjen e kanë të fortë Kroacia. Besoj se mbrojtja është pika që do të jetë më e fortë në këtë neshje. Do më thënë nuk pas ke frikë nga sulmutit, me që the mbrojtës. Si që thashe edhe më pare, janë ekip që i kanë gjitha repartet të mija, në pyetën e cilën dhe repartet, besoj se mbrojtja do të jetë. Mitaj, është diçka pozitive që keni dalë duke buzëqeshur këtu, sepse fundja futbollit duhet shijuar për pos rezultatit. A është edhe atmosfera e njëjtë me shokët e skuadrës, janë në këtë ndjesi edhe ata? Po, atmosfera nuk ndryshon. Atmosfera e skuadrës është shumë e mirë, gjithë e dinë, besoj se e ka pa gjithë Shqipëria si ekip jemi shumë harmonik. Do të vazhdojmë të jemi në këtë mënyrë, se në fundit jena një evropian dhe duhet ta shijojmë. Po, Elid? Desha të pyes në lidhje me ndrime që nëse do të bëhen apo jo, dhe a mendojnë që ngarkesa psikologjike ndikoi që disi dukeshin italianët më të mëdhenj krahasim me ne. Them kështu në fushë. Normalisht ishim 11 me 11, por përshtypja që ipej dhe kthimi mbrapa që e potencove, ta jepte përshtypjen sikur ne e respektonin shumë Italinë. A do të ndrohet kjo qasje me Kroacinë? Normalisht e kemi respektu shumë kundërshtarin. Ne kishim dëshirë që të mërshim diçka më tepër në këtë neshje me Italinë dhe shpresoj që neshje me Kroacinë do të futna edhe me psikologji më të mirë dhe do të kena mundësi të marrim diçka më tepër. Po flas duke gjykuar karakterin e futbollistëve dhe paraqitjet në ndeshjet kualifikuese që ka qenë krejt tjetër. Një Shqipëri ofenzive që shënonte 3 gola Çekisë, shënonte Polonisë, super gola, ndërsa kundër Italisë po një karakter tjetër. Andaj ishte pyetja nëse ngarkesa psikologjike e bëri të vetën paraqitjen e lojtarëve. Ngarkesa psikologjike zbesi se ka luajtur shumë rolin e tij, se në fundit jemi 11 kundra 11, ku si ti se çfarë mund të bëhet në fushë. Ti ishin më të mirë se na dhe
fitun e ndeshën. Okej. Besoj se ishte pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë. Sot skuadra do ketë një seancë servitore në ora 4, e cila do të jetë 5 minutat e para të hapur për media. Ndërkohë që nesër ose do të kemi edhe konferencën zyrtare para ndeshjes me Kroacinë dhe servitën zyrtare që do të zhvillohen në Hamburg. Ju falenderit.